U zhvendos me familje në Greqi në vitin 1997, këngëtari me origjinë shqiptare shprehet se ndihet grek. Këngëtari shqiptar Christos Santikai ka kujtuar fëmijërinë e tij, konkretisht periudhën kur u zhvendos nga Shqipëria në Greqi me familjen e tij. Këngëtari ka rrëfyer për mediat greke se nuk është ndier kurrë si i zhvendosur pasi është rritur në Greqi dhe ndihet grek. Kujtimet e tij për Shqipërinë janë të pakta, vetëm krismat e armëve për shkak të luftës civile. Lidhur me vendimin për t'u larguar nga vendi i tyre, Christos Santikai ka shpjeguar se ai është marrë brenda natës pasi nuk kishte zgjidhje tjetër. Kam lindur në vitin 1994 në Shqipëri dhe kam ardhur në Greqi në vitin 1997. Kam ardhur këtu në moshën e djalit tim voglush. Nuk mendoj se jam larguar nga shtëpia, sepse nuk e ndjej. Më duket sikur jam grek dhe jam rritur këtu. Të vetmet kujtime që kam janë të shtënat me armë zjarri, sepse ato kanë filluar edhe në qytetin tim, tha ai. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.